Salam aleikum, nuk jam me mbuluar, thot, por mundohem me I fal 5 vaktet namaz nuk I la. Mendimi juaj. Aleikum salam, rahmatullah. Mendimi im është që ta qesësh mbulesën. Ti po e kryen një urdhën të Allahut, në rregull është. Nuk them që pse s'ke mbulesë, nuk të pranohet namazi, jo. Sikur sa ato fetvat që ai që s'fal namaz ai pranohet agjerimi apo jo. Do të jemi të kujdesshëm nga këto përgjigje, këto fetfate të cilat atë pjesë të vogël, sa do të vogël të imanit e dëmtojnë edhe e shkatrojnë tërësisht, në të bëmi sebeb që çaja pjesë e imanit ta ngritim më lart, domethënë ta shtojmë. Themi elhamdulillah që ti fal 5 vaktet, kjo është vepër e mirë. Namazi është shumë I rëndësishëm. Pastaj kur falish namaz, që të mbulesën, normal se është pa mbulesë namazi nuk pranohet, do të thonë mbrana namaz duhesh me pas mbulesën. Që mos më keq kuptosh. Kur je jashtë namazit, edhe pse s'ke mbulesë, mbrana namazit çat mbulesën. Por pse ti po fal 5 vaktet, s'do të thonë që të arsyetohet mos mbajtja e mbulesës jashtë namazit. E ke obligim. Por I kemi këtu 2 obligime, namazi, mbulesa. Për namazin ki sevap, për mbulesën që s'pa mani jashtë namazit ki gjuna. Çka me bën thash? Mendimi im, jo mendimi im, por kjo është ligj I Zotit. Unë s'kam drejt me të thonë ndryshe edhe me dasht. Që të mbulesën motor? Kur fal namazin lut Allahun që më të forcu me qitë sa ma shpejt mbulesën. Aman, që të mbulesën. Allah të forcoft.